Agjencia Kombëtare Ujësiellës Kanalizime prezantoi në Bashkinë Vaudejës projektin me vlerë 1.8 milion euro për ndërtimin e ujësiellësit që do të furnizojë me ujë të pijshëm zonat e Paqeramit, Pistullit dhe Spatharit. Në një takim me banorët e këtyre fshatrave, drejtori i përgjithshëm i ujësiellësit Flowers Shoshi prezantoi këtë projekt të rëndësishëm. Ky është një projekt i cili ka një vlerë rreth 1.8 milion euro zonës të Pistullit, të Paqeramit dhe të Spatharit. Ka një përmirësim të dukshëm të furnizimit me ujë të gjithë zonës. Ju dini shumë mirë që zona Pistullit, Paqeramit funksionon me stacione pumpimit shumë të vjetra dhe pa rezervuar dhe me linja direkte. Zona Spatharit ka pas dikur një sistem ujësielsit, po për shkak të ndërtimit të hidrocentralit u zu godina dhe doli çatëherë jashtë funksionimit. Dhe kjo solli ndoshta një largim të banorëve të asaj zone për efekt të mos furnizimit me ujë. Studia e projektimit, të cilën ka hartuar projektin në bashkëpunim bashkë me Agjencinë e Ujësiellës Kanalizimeve, do e pasqyrojnë të gjithë projektin në detaje dhe kush më mirë se ju i din të gjithë detajet e projektit dhe të gjithë rrugicat që ka zona e Pistullit, Paqeramit dhe Spatharit. Dhe jena gati për me përmirësu. Ajo që ka projekti ka hapjen e 2 poshtëpimeve në Pistull për efekt edhe të sasisë ujë, se Paqerami dim që ka një sistem pumpimi, por që nuk ka ujin e duhur. Vendosin e një rezervuari 400 m3 te reparti ushtarak ku ka qenë, i cili do bajnë atë furnizimin me ujë edhe të Pistullit, por edhe të Paqeramit. Objekti ka që çdo shtëpi do të shkojnë maci, uji dhe rehabilitimin, se di që e keni marrë, ka rehabilitimin e të gjithë rrugëve dhe riktimin në gjendje pyetësare. Po kështu është edhe Spathari. Kryetari i Bashkisë Vaudejës, Kristian Shkreli, falenderoi kreun e Agjencisë së Ujësiellësit për këtë investim të jetë nevojshëm për banorët e atyre zonave. Sot kena kënaqësinë kena drejtorin e përgjithshëm të Ujësiellës Kanalizimeve. Për me falendëru sepse është iniciativa e tij dhe ka bën maksimumin që ky projekt i ujësiellësit të Paqeramit dhe të Pistullit të bëhet realitet dhe siç e dini kanë filluar punimet dhe po bëhet një punë shumë e mirë. Gjatë prezantimit të projektit në Bashkinë Vaudejës, banorët e Paqeramit, Pistullit dhe Spatharit dhanë mbështetjen e tyre për këtë investim jetik për ta që e presin prej kohësh.